Rikthehemi në pjesën e fundit të recetave tona. Do të përgatisim tani, siç tham, biskota me të shërë. Shohim fillimisht recetën e shkruar, se çfarë përbërësish ju duhen për këto biskota të shëndetshme. Tek e kemi recetën. Ju duhen 2 gota të shëra e plot, kokër plot. 2 karrota të grira në rende. 1 moll e grirë po ashtu në rende. 2 vezë, 200 gram kos, 1 lugë çaj plur pjekës, 1 lugë çaj karafil, kanell, 1 maj lugë krip, 50 gram arra ose bajame të grira, dhe kjo sipas dëshirës, por jashtojnë shijen, jashtojnë edhe vlerat mbi të gjitha. Ne kemi dhe bajamet edhe arrat sot, kështu që ta gatojmë recetën me të gjitha elementët që u përmendën në recetë. Kam tërshërën. Nëse ju nuk do keni masën e kosit të duhur, atëherë vendosin pak qumësh. Nuk keni qumësh, vendosin pak ujë. Po. Ideja është të zbutet tërshëra. Mua më pëlqen që të bëj, të veproj ato produkt që unë nuk e kam, se për të pas, kur je në ekran i ke që të gjitha. Por në shtëpi, nuk mund t'i kesh të gjitha. Dështoj masën e kosit. Pra, shtova pak ujë. Shtoj masën e kosit, që unë nuk e kam 200 gram. Shtoj vezë. E lidhin më mirë masën. Ja bëjmë gati dhe tavën këtu. Domate e kam ondjen. Karotat? Më vjen mirë që e ketë paktën sot me domate. Edhe mollën e grirë. Mollë e grirë, karotë e grirë, i shtojnë ngjyrat, shihen, vlerat. Se më vjen dhe për të qeshur. Kjo siç është mund të bëhet dhe kekë, kështu siç është në... Shkoj te rroba qepsja. Se faktikisht kam edhe unë atë vigjozin tim, dua veshjen, pëlqejnë veshjes, s'kam ç'a bëj. Dhe gjithmonë më thot Albana je dobësuar, Albana je shëndosh. E thash për hir të së vërtetës kam arkile. Edhe më thot këtë vit jam shëndoshur. Edhe më Albana e ketë ngushtë, po ke marr kile dhe është ngushtë. Po jo, i thash se jam fryr. Albana mos më gënje, ke ngrën. Po më ndodhe në mendjen time tani. Po si mos... Një sekond, të kesh për shembull vezën. Vezën për të rregulluar zërin. Po për të patur fuqi dhe për t'i bërtitur që hajde këtu se nuk më dëgjon. Nga veza, se nuk të shëndosh veza tani. Shiko, po veza, për mua veza është shumë e duhur. E duhur patjetër. Dhe sidomos më pëlqen veza e kuqe. E kam thënë dhe më pëlqen veza e kuqe. Te 2 vezat e kuqe që shtova, është edhe kanellën. Ç'është shpreha që ti si bën pas kur po bën vezë të kuqe? Po do të kesh vezën e kuqe që të bësh vezën e kuqe. Për shembull, unë këtu kam vendosur piperin, që është në krah tjetër. Dhe shtoj. Nuk na duhet, po edhe plur pjekës. Plur pjekës. Të gjitha i përziej mirë. Dhe çfarë arome? Bajamet e ara do t'i grimcojmë ndoshta, por ti kjo më duhet për më tutje dhe... Okej, do kalojmë edhe bajamet dhe arat tek masa të vogla, o t'i pjekim...